Bashkitë bregdetare kanë rritur arkëtimet nga tarifa e shfrytëzimit të plazheve nga subjektet private, megjithatë nën potencialin e tyre. Referuar të dhënave zyrtare, bizneset që operojnë në zonat turistike dhe kanë një kontratë me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit për zënje të hapësirave publike, kanë paguar afro 4.8 milionë euro taksa për gjatë vitit 2024. Ndërsa për periudhën 2022-2024, rezulton se nga të dhënat e raportuara nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit janë arkëtuar 12.9 milionë euro. Por cilat nga bashkitë kanë realizuar më shumë të ardhura nga shfrytëzimi i plazheve për gjatë vitit 2024. Të dhënat tregojnë se Bashkia e Durrës, e cila ka një vijë bregdetare më të gjatë, ka realizuar më shumë të ardhura në afro 1.2 milionë euro gjatë vitit që lan pas. Ndjekur nga Bashkia e Himar, e cila ka arkëtuar 1.18 milionë euro të ardhura nga shfrytëzimi i plazheve, më pas renditët Bashkia Sarand me 781.000 euro, Bashkia Lezhë me 657.000 euro, Bashkia Vlorë ka mbledhur 596.000 euro dhe në fund renditët Bashkia Shkodër me 458.000 euro. Në Shqipëri për vitin 2024 rezultojnë 817 subjektet e pajisura me kontrata për përdorimin e hapësirës së plazhit për sezonin turistik. Pavarësisht ecurisë dhe tendencës në rritje të ardhurave në secilën bashki, ato nuk kanë qenë në proporcion të drejtë me rritjen e sipërfaqes së kontraktuar për periudhën 2022-2024. Ndërsa sipërfaqet e kontraktuara në bashkitë bregdetare pasqyrojnë rritje në masën 45 deri në 253%, të ardhurat nga vjelja e tarifës që aplikohet për sipërfaqet e kontraktuara kanë një rritje në masën nga 7 deri në 37%. Për periudhën qershor-gusht 2024, rezulton se sasia e çadrave ka qenë afro 699.000. Numri i faturave që kanë përshkrimin çadër shezllon rezulton në 402.000. Pesha specifike sipas llojit të veprimtarisë së subjekteve tatim paguese, të cilat janë përfituese të hapësirave publike në plazhe, është ndarë në disa kategori, ku zëri më i rëndësishëm është ai i hoteleve dhe strukturave të ngjashme me 27%, ndërkaq 23% e zënë aktivitetet e shërbimit të pijeve, 19% janë në fushën restorante dhe shërbim ushqimor i lëvizshëm dhe 14% janë në fushën aktivitete të tjera të ndryshme nga sektori i turizmit.